Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili ndodhet për vizitë në Kosovë, pas shpalljes si qytetar nderi i Gjilanit, përshëndeti të pranishmit. Jemi kontribues të stabilitetit në rajon dhe duam të jemi pjesë e Evropës dhe i përkasim asaj me vlera e me histori. Jemi popull që beson të demokracia, të liria dhe vlerat euroatlantike. Shqipëria e Kosova duhet rrugtuar së bashku drejt BE-s, tha Begaj. A i tha se Gjilani e bëri sot pjesë të tij dhe është vlerësimi që a i pranoj me shumë për ulësi. Presidenti Begaj tha se për shkak të vlerësimit që i bëhet nga Gjilani, detyrimi dhe përgjegjësia i shtohet akoma më shumë. Begaj tha se në çdo moment të historisë, Shqipëria ka qenë gjithnjë krah Kosovës. Ai në fund të fjalimit të tij tha se ndihet pjesë e këtij qyteti të Gjilanit që ka ruajtur ndjenjën e atë dashurisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është regjistruar si deputet i Kuvendit të Kosovës, procedurë për ata që kanë fituar mandatin gjatë zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Por Kurti sërish nuk pati përgjigje për gazetarët kur u pyet për formimin e qeverisë së re. Përgjigje nëse i ka numrat për qeverinë e re, kryeministri Kurti nuk dha asgjë teksa po prononcohej për betejën e Kosharës. Kurti kishte ftuar për takim konsultues kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Tumer Abdigjiku, por Abdigjiku kishte refuzuar ftesën. Ndërkohë, antarë të lëvizjes vetëvendosje të cilët janë regjistruar sot si deputet në Kuvendin e Kosovës janë deklaruar të bindur se ky subjekt i ka numrat për formimin e qeverisë. Hekuran Murati, i cili është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës, tha se sa më shumë numrat e ke do të ishte më mirë. Për gjitha këto qysh edhe tash është çështja e subjektit, pra sekretariatin e subjektit, pa tjetër që po. 61 i kërko kushtetuta, sa ma mirë, sa ma shumë, sa ma mirë. Me votat deputetve. Të deputetve të cilës parti? Kuvendit Kosovës. Në zgjedhjet e nëntëshkurtit, lëvizja vetëvendosje mori 48 mandate, numër ky pa mjaftueshëm për të qeverisur e vetme në Kosovë. Por Halil Thaçi nga lëvizja vetëvendosje deklaroi se formimi i qeverisë do të bëhet pa parti opozitare. Pas regjistrimit si deputet, ai u shpreh i bindur se do të arrijë të formojë qeverinë me 63 vota. Po shpresoj që do ta bëjmë edhe pa PDK-n, edhe kryeministër do të jetë Albin Kurti e kryeparlamentar Glauko Njusa. E qysh në çfarë forme? Ashtu me vota, 63 vota. Ndërsa ministrja e drejtësisë në detyrë, Albolena Haxheu, nuk është përgjigjur sa i përket ftesës për partitë opozitare. Para 2 ditëve kam dhënë të gjitha deklarimet në raport në këto çështje, nuk kam diçka për të shkruar. Kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njusa, ka takuar me 8 prill kryetarit e partive politike në vend, lidhur me përgatitjet për seancën konsultative. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar 15 prillin si datë për konsultimin e Kuvendit, pasi Kosova mbajti zgjedhjet e rregullta parlamentare me 9 shkurt. Deputetja bosnjake dhe kryetarja e NDS-s Emilia Rexhepi ka shprehur optimizëm për formimin e institucioneve të reja. Ajo shpreh se për partinë e saj situata është e qartë dhe se ata janë të gatshëm të mbështesin qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Rexhepi sugjeron se mazhoranca e tanishme, përkatësisht ajo që udhëhiqet nga Albin Kurti, nuk do zgjedhje. Megjithatë, Rexhepi theksoi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët, NDS është e gatshme të shkojë në zgjedhje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është në kontakt të vazhdueshëm me Partinë Demokratike të Kosovës e Lidhjen Demokratike të Kosovës për të formuar qeverinë e Kosovës. Kështu ka deklaruar ish deputeti Ahmet Isufi, i pyetur nga mediat në Gjilan nëse AK-ja ka pranuar ftesë nga lëvizja vetëvendosje për takim. Isufi tha se edhe po të pranonte një ftesë të tillë, AK-ja nuk do të pranoj shkak i raporteve. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka pranuar ftesë, po edhe sikur ta pranonte, nuk do t'i përgjigjej për shkak të raporteve të krijuara qysh më herët dhe konsiderojmë që opozita duhet ta krijojë qeverinë, sepse
sjellja e kësaj qeverie për një mandat ka treguar që nuk meriton më të vazhdoj. Ne kemi qenë dhe jemi në kontakt me Partinë Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me parti tjera të cilat e përbëjnë Parlamentin e Kosovës. Meriton Kosova një qeveri tjetër, prandaj nuk kemi ambicje për rolet kryesore të qeverisjes në Kosovë, por do të jemi pjesë e qeverisjes sepse mendojmë që kështu i kontribuojmë zhvillimeve të reja në Kosovë që e qojnë për para Kosovën. Ne kemi pas një koalicion parazgjedhor, ka përfunduar, po tani kohëve të fundit jemi të interesuar që me partit opozitare, në këtë rast me partin PDK-n, LDK-n, Nismën, gjitha partit të cilat janë në opozit, me partit e minoriteteve jo serbe, ta kryojmë qeverinë e re. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë nga komuniteti serb, Nenad Rashić, njëherë është ministër në detyrë për komunitetet dhe kthim, ka thënë se janë të gatshëm për bashkëpunim me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re, por ka shtuar se nëse eventualisht Albin Kurti nuk mund ta formojë qeverinë, është i gatshëm për bashkëpunim edhe me partitë opozitare. Ministri Rashić në bisedë me gazetarin Burim Zariqi ka shprehur rezerva se më 15 prill mund të formohet qeveria e re. Ministër, fillimisht nëse mund ta dim qëndrimin tuaj përfundimtar, jeni për votimin e qeverisë Kurti 3 nëse shkon drejt provimit që ta formoj qeverinë në kuvend? Shikoni, spari vetëvendosja i zotri Kurti janë partia më e madhe në këtë moment politike në Kosovë dhe pothuajse i kanë marrë gati gjysmën e numrin total të deputetëve të cilët janë në numrin e shqiptarëve. Kështu që kjo si parim i parë duhet të jetë i qartë se normale që adresa e parë të jetë partia më e madhe. Dhe bazon këtë si e para, si e dyta, unë kam pas eksperiencë bashkëpunimit në 2 vite, 3-4 muaj të fundit dhe unë shoh që ka një potencial për një bashkëpunim edhe më thellë, edhe më të frutshëm dhe bazon këtë po konsideroj që adresa e parë në këtë rast do të jetë zotri Kurti, por normale, sikur që kam thënë edhe më herët, pas 20 vjet të eksperiencës që kam në politikë, unë po njihem personalisht me shumicën e qoftë kryetarëve të partive, qoftë të deputet, qoftë përfaqësues tjera. Ashtu që normale që unë kam komunikime edhe me ta, jo në aspektin zyrtar, por në aspektin privat. Dhe nëse një moment ndodhe dhe ajo që të bisedohet me parti tjera, normale që jemi të hapun pasi që çdo takim nuk do thot konfirmim, por çdo takim është që ta analizohet çka mund të jetë bashkëpunimi dhe zona ku mund të bashkëpunohet, dhe kjo është normale. Por, si që thash në fillim, konsideroj që partia më e madhe të vendit, kudo qoftë që është ajo, ka spari autoritetin i parë politik, ku ne si parti të vogla duhet të bisedojmë spari me ata. Qartë, por nëse tentimi i parë i zotit Kurti nuk realizohet për shkak që edhe zoti Konjufca tha, pa koalicion të madh nuk mund ta formojmë qeverinë. Nëse hipotetikisht nuk mundet zoti Kurti dhe vetëvendosi ta formojë qeverinë e re, jeni të hapur edhe me partitë të tjera për ta formuar qeverinë, siç ka thënë edhe Bedri Hamza në një shumicë opozitare? Po nuk besoj që shumë herët është të konstatohet një gjë e tillë, sepse unë jam mendimin që nuk, edhe pse zotri Kurti në këtë rast po përpiqet të ta krijojë qeveria sa më shpejt është e mundshme. Por prapë, unë nuk jam kaq shumë optimist që mund të ndodhet që me 15 të kemi qeverinë e re, sepse konsideroj që nuk ka nevojë për kaq shumë guti, mirë është që të formohet sa më shpejt, por unë jam besimtar më shumë që ajo qeveria që formohet, nëse unë jam pjesë e saj normalisht, që të jetë stabil, sepse konsideroj që jemi në një situatë ku po ne duhet ta tregojmë seriozitetin, profesionalizmin dhe po ashtu qëndrueshmëri politike, ku të gjithë faktorët ndërkombëtar, sikur që dini edhe ju, çdo herë po përmendin që po na duhet një partner i fuqishëm, i cili është stabil, me të cilin mund të bashkëpunohet në një afatgjatësi prej 3-4 vite dhe ashtu me radhë. Prandaj, unë konsideroj që këto sugjerime prej BE-s që po na vinë, duhet të marrim me një seriozitet
maksimal dhe që ta orientohemi ka atë logjik, sepse të gjithë ne kemi cakun, të thëmë, përfunditar final, BE-a ose Bashkimi Evropian, prandaj duhet të jemi në harmoni me kërkesat që kanë ata. Kështu që jam për një bashkëpunim afatgjatë, një bashkëpunim serioz, sepse nuk kemi ma kohë të humbim. Gjatë diskutimit me kryeministrin që kishit ditë më parë, për votën e juaj, keni kushte apo kërkesa ju, për shkak që edhe partitë e tjera minoritare patën disa kërkesa, disa kushte për ta votuar zotin Kurti për qeverinë e re. Ju, cili është qëndrimi juaj, cilat janë kërkesat nëse keni? A ja keni shfaq kryeministrit në takim? Në përgjithësi, kur thoni kërkesat, nuk janë në atë formë, por kishe thonë vetëm pajtimi i përbashkët, i cili është konfirmuar normalisht, që brenda institucionet ka kapacitetet shumëta të cilën mund të përdorim edhe një fuqizim shtesë të komuniteteve, sa i përket integrimit, sa i përket sfidave që kemi në veri, sa i përket të them elementeve ekonomike të cilat drejt për drejt të them shkojnë në intereset të komuniteteve. Kështu që pajtimi jonë ka qenë që ka kapacitete, ka mundësi dhe ashtu që janë zhvilluar, që janë ekzistues në institucionet, por duhet i përdorim pak ma në mënyrë pak ma të them ashtu ma të përkushtuar. Në formën ku jemi pajtuar normalisht me kjo që si që përmendë edhe më herët që agenda europiane mbetet, nëse mund të them një fjali agenda europiane. Krejt ato elementet të cilët vinë me agenda europiane, se ne qoftë si parti politike e vogël, qoftë si shoqëri kosovare, nuk mund të ecim përpara nëse nuk e kemi një komunikim dhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Prandaj kjo si parim, e dyta bashkëpunim më të thellë në brenda institucionet dhe kjo kisha thonë ato dy shtulla kryesore të cilat konsideroj që ka kapacitete, prap po flas nga aspektin tim personal, nga eksperiencë që kam, ka kapacitete, ka ligjet, ka ligjshmëria të cilën na mundson që ta punojmë më shumë dhe më mirë, por derisa harmonizohen krejt elemente dhe une sa i përket rezultateve të mundshëm në të, për shembull në qeveritë e ardhshme, jam optimist që mund të ketë edhe më shumë të ato përvoja të mira dhe unë jam besimtar që nëse krejt jemi ashtu profesional dhe përcjellim ligjet dhe rregullat, do të kemi sukses. Jeni pajtuar edhe për shtyrjen përpara të themelimit të asociacionit, për shkak që kjo ka qenë kërkesa edhe juaja më parë? Po, vërteta, siç përmenda më herët, agenda evropiane nënkupton dhe elemente tjera të cilat janë po ashtu dialogu, marrëveshjet të cilat duhet të zbatohen, por po, pajtohem me zotrin kryeministrin, me zotrin kryeministrin Kurti, kur tha që duhet të ketë një pako i cili duhet të aprovohet në një mënyrë i cili e parasheh po ashtu dhe elemente tjera dhe marrëveshje Ohrës dhe po ashtu të asociacionit sikur që një pjesëve të marrëveshjeve të cilit kemi bërë. Që të kuptohemi, marrëveshjet ndërkombëtare kanë peshë më të madhe se ligjet të cilit do prej shtetëve. Kjo duhet të jemi të qartë. Po ashtu ato marrëveshje nuk mund të ikin, nuk mund të shkojnë. Ata të mbesin atje, do të mbesin këtu te na. Sa ma parë, po miremi me këto problematika, aq më shumë do të kemi, aq më shpejt do të kemi sukses. Qartë. Do të thotë i bie kjo që zoti Kurti u pajtua me shtyrjen përpara të asociacionit që ju të jeni pjesë e qeverisë. Nuk kemi fol direkt për asociacion. Por këto pako si marrëveshje dhe sepse në marrëveshjen e Ohrit përfshihet asociacioni. Përfshihet edhe shumë elemente tjera por siç thash, kur thash agenda evropiane, agenda BE-s, kjo nënkupton krejt ato pako të cilit ju keni përmendur dhe unë kam përmendur. Nuk kemi specifikuar çka prej tyre duhet të jenë primare, por siç thash, nëse shkon si pako, do të jetë më lehtë të aprovuar prej të gjithë anët të cilat janë pjesë e procesit. Në veçantë në këtë rast mos harrojmë që BE-ja është një caku final të gjithë shteteve të Ballkanit dhe kjo duhet të jetë si një fakt para se që të konkludojmë cili do prej mendimeve tona. Spari duhet të kuptojmë ku e shkojmë për të ardhmen. Nëse është BE-ja, atëherë
ata kanë do rregullat dhe do marrëveshjet të cilat Kosova kanë nështruar. Normali është që gjatë procesit e afrimit të BE-s duhet i respektojmë marrëveshjet të cilat kemi nështruar. Po, minister e thatë jo që jeni kohë gjatë në institucione i përfshirë. Në bazë të këtyre zhvillimeve, kemi një parti fituese e cila sipas liderëve të këtij subjekti politik nuk garantojnë se i kanë numrat për formimin e qeverisë së re. Përveç se disa zyrtarë të partisë që thojnë hipotetikisht mund të kenë ata. Kemi një blok opozitar të cilët po e presin radhën nëse dështon zoti Kurti ta formojnë ata. Sipas juve, jemi më afër zgjedhjes së institucioneve apo zgjedhjes së institucioneve të reja apo drejt shkuarjes në zgjedhjet e parakohshme? Ju si e analizoni situatën momentale dhe si do duhet të vazhdonin udhëhecit politik drejt kësaj? Konsideroj që zgjedhjet e reja janë opcion më së paku e mundshme, sepse është normale, është shumë vështirë në veç që në Ballkan të na që e kemi do 3 herë zgjedhjet brenda disa muajve. Dhe kjo unë e kishe përjashtu si opcion, sepse konsideroj që duke nisur prej deputetëve vetë, duke nisur prej parti politike, askush nuk e don që të ketë duke zgjedhjeve brenda 6 muajve. Prandaj ne kemi një hapësirë, kishe thonë, relativisht e madhe, prej 15, do thotë, e kemi një hapësirë sa e lune mas paku 6 muaj, kur çdo opcion të mundshëm sa i përket marrëveshjeve mund të ndërtohet. Prandaj unë e kisha lënë zotin kryeministri Kurti që spari ai që ta shfrytëzon të gjitha ato opcione, sepse gjithmonë i keni opcion A, B, C, zakonisht unë e di që ka opcione A, B, C, kështu që besoj që do të kemi qeveri me kryeministrin Kurti, por vetëm është pyetja ty me sa vota mund të kemi. A do të jetë një qeveri, siç thash dhe siç tha kryetari i parlamentit Konjuca, me një partner tjetër, kushtimisht ndoshta partneri i cili ka më shumë vota, ose do të mbetet në një formë ashtu me vetëvendosja, me komunitete dhe ndoshta me zotë Limaj, ashtu me radhë. Prandaj varet me cilin prej opsioneve do të shkojmë, por jam gati i sigurt që do të kemi qeverinë e re brenda ndoshta 1-2 muaj maksimum. Jeni sigurt në vota se do t'i kaloni 61 deputet? Kur e thoni këto dhe opsionet që i përmendet, ju jeni në qeveri faktikisht, i dini sigurisht detajet nga brenda, keni pas takim edhe me zotin Kurti. Krejt këto opsione janë në tavolinë, do thotë duke llogaritur edhe nismen, sepse LDK-ja refuzoi që të bashkëpunojë me zotin Kurti, po LDK-ja e ka një qëndrim të prerë se nuk preferon të bashkëpunojë me zotin Kurti, i bie që vetëm nisma dhe minoritetet janë alternativa, apo jo? Unë e kisha thënë se siç thuhet ajo fjalë popullore, ne kemi ujin e nxehtë. Gjakun e nxehtë kanjëherë, sepse gjatë çdo procesin zgjedhor, pas zgjedhor, para zgjedhor, njerëz politikanët pak për shkak të, siç thash, gjakun e nxehtë, i bojnë do deklaratat të cilat nuk janë bashtu standarde. Unë besoj që spari që të qetësohemi, se periudha këtë një muaj e gjysmë ndoshta nuk mjafton për një qetësim i tillë, dhe kur ulemi në tavolinë, besoj që në çdo parti, çdo sistem demokratik vendoset shumica. Shumica e antarëve, shumica e kryesisë. Dhe unë e kisha lënë edhe pak hapësirë aty që do parti politike të analizojë edhe më mirë çka po na pret, çfarë është përgjegjësia në këtë moment, çka presim prej Bashkimit Evropian dhe normalisht dhe ata mund na sugjerojnë, kur thash ata, po konsideroj Bashkimin Evropian që është një miku i vërtetë i Kosovës. Kështu që ende ka hapësirë që do parti politike mund ta ndrojnë mendjen ose mund të analizojnë pak më thellë. Po, për me ardhur drejt tek ajo pikë, ministër, ka kërkuar nga LDK që të kërkoj falje kryeministri Kurti, kryeministrin e detyrë, në momentin kur i kishte quajtur pas zgjedhjeve me termin që u kishte referuar Hajvana. Ju sugjeroni që të kërkohet falje në këtë rast, përpara se të merret një hap për bashkëpunim me këto parti opozitare? Keni pas një diskutim të tillë? Jo, nuk kemi pas diskutim të tillë. Unë personalisht nuk jam njeri i cili përdor këto terma dhe
besoj që është kë një, si me thonë, një përgjegjësi individuale, secili prej nesh. Kjo është bazuar në një, siç thash, një reagim ose një shprehje e cila ndoshta nuk ka qenë më e adekuate në atë moment, por megjithatë bardhësi i shprehjes është zotri Kurti, kështu që çka do që konsideron ai që është adekuate, në këtë rast ja kërkim falje, ja diçka tjetër. Unë nuk kisha pa problemi nëse dikush prej nesh, sikur që çdo njeri dhe politikanët gabojnë, dhe nëse kërkojmë falje ka njëherë, kjo nuk është diçka dramatike sipas meje. Dhe për fund, vota juaj mund të shkojë në qoftë se jo për Kurtin, për një blok opozitar? Pa nëse ndodh që ta harxojmë krejt opsione tjera, siç thash në fillim, menasi është që të kuptohet që vetëm dosja ka marrë pothuajse gjysmën e vendeve të rezervuara për shqiptarë, që thot për komunitetin shumicë, kështu që këtë fakti duhet të ketë në konsiderat çdo njeri kur e flasim për një peshë politike. Kështu që nëse krejt harxojmë ato, me thonë, opsione tjera ku kandidati për kryeministri mund të jetë Albin Kurti, normale, siç thashë më herët, unë po njihem profesionalisht me të gjithë kryetarët të partive politike, të gjithë ata profesues që kanë, kështu që po konsideroj që absolutisht nuk është problem që mund të ulemi të bisedojmë për kur farë lloj të bashkëpunimit, sepse unë për fillimit të karrierës time politike gjithmonë kam qenë konstruktiv. Dhe nëse nuk mundemi me marrëvesh, normalisht kjo nuk do thotë që nuk mund të ulim të bisedojmë, ta përpiqim ta gjejmë një zgjidhje. Nëse nuk e gjejmë, okay, faleminderit. Nëse gjejmë, super. Prandaj nuk e shoh asnjë problem për bashkëpunim me secilës prej partive politike, nëse normalisht shkon, nëse kuptohemi dhe nëse shkon në favor të bindjeve që ne kemi si parti politike, dhe ajo është një integrim i thellë, një integrim i produktiv të serbëve në shoqërinë kosovare. Nëse pajtohemi sa i përket ato elemente, unë nuk kam asnjë problem personal me secili individ prej partive politike. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe ju. Është mbajtur konferenca rajonale për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe reforma në drejtësi, e cila shërbeu si platformë për diskutim mbi rëndësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve dhe forcimin e sundimit të ligjit nëpërmjet reformave të sistemit të drejtësisë. Konferenca mblodhi pjesëmarrës nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë përfshir Kosovën, Shqipërinë dhe përfaqësues të vendeve të tjera. Drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Eham Miftaraj, theksoi se sinjalizimi si mjet i fuqishëm i cili shërben jo vetëm për ta luftuar korrupsionin, por ndikon që edhe qeverisja të bëhet më e mirë, si dhe ndikimi që ka për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet publike. Të gjendur brenda institucioneve publike, zyrtarët publik kanë informacione të shumta për keqbërjet, shkelet që ndodhin brenda institucioneve publike. Sinjalizimi si mjet i fuqishëm për mbarndalimin e korrupsionit dhe ngritjen e dignitetit të institucioneve publike na mundson të thotë që përmes këtij mekanizmi një mënyrë të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por ta bëjmë edhe qeverisjen më të mirë, duke kthyer po ashtu edhe besimin e publikut qytetarëve në institucionet publike. Ndërsa Arjan Dymishi, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Studimet e Demokracisë dhe Qeverisjes në Shqipëri, përmendi 6 objektivat kryesore për rëndësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve. Ai theksoi se themelimi i këtij koalicioni ka shërbyer si mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve. Fokusuar në 6 prioritete kryesore: zhvillimin dhe advokimin për hartimin e ligjeve për mbrojtjen e sinjalizuesve ose përmirësimin e tyre, sigurimin e zbatimit të duhur të ligjeve të miratuara për sinjalizimin, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rolin e sinjalizimit dhe forcimin e llogaridhënies, mbështetjen dhe këshillimin e sinjalizuesve të veçantë, hartimin dhe publikimin e raportimeve sinjalizuesve në raste të hakmarrjes së tyre,
si dhe ndërmarrjen e fushatave për të adresuar çështje që lidhen me sinjalizimin, antikorrupsionin dhe forcimin e integritetit të institucioneve. Që nga themelimi i tij, koalicioni ka shërbyer si një mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve të tij dhe për të forcuar ndikimin e tyre në vendet respektive. Ndërsa Gresa Caka, ish kryetare e gjykatës kushtetuese të Kosovës, e vlerësoi të rëndësishëm rolin e sinjalizuesve në mbar botën, për që ka përfshirë diskutime globale e reforma të rëndësishme. Tutja ja theksoi proporcionalitetin e duhur që lidhet me sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësi dhe luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare. Veprimet e sinjalizuesve mbar botën kanë rezultuar në diskutime globale e reforma të thellësishme përfshirë ligjore ndër tjerash lidhur me llogaridhënien e strukturave ushtarake e strukturave të sigurisë, proporcionalitetin e duhur në mes sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësinë, luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare dhe rrëzimin e figurave të fuqishme publike e politike, duke ridimenzionuar për pasojë raportin në mes të fuqisë së pushtetit dhe detyrimit të llogaridhënies. Në këtë konferencë, cila u mbajt në Prishtinë, u theksua roli kyç i sinjalizuesve në forcimin e studimit të ligjit dhe rritjen e transparencës në rajon. Ajo shërbeu si platformë e rëndësishme për bashkëpunim, shkëmbim përvojash dhe nxitje të reformave të qëndrueshmërisë në drejtësi. Zyra e prokurorit të specializuar e kishte pranuar se përdorimi terminologjisë Kosovë dhe Metohi ishte përdorur gabim gjatë intervistimit dhe se ka thënë se kjo terminologji nuk është pjesë e praktikës së ZPS-s. Zyra e prokurorit të specializuar gjithashtu ka konfirmuar se termi Kosovë dhe Metohi ishte përdorur në intervistën me ankuesin dhe ka pranuar se kjo ishte bërë gabimisht. ZPS-ja deklaroi se ky term nuk është pjesë e praktikës standarde të ZPS-s, duke përfshirë në çdo shablon ose dokument të proform në përdorim nga SPO-ja, thuhet në përgjigjen e ZPS-s. Ombudspersoni konstaton se është i kënaqur që zyra e prokurorit të specializuar ka ndërmarrë hapat e duhur për të siguruar që gabimi në përdorimin e shprehjes Kosovë dhe Metohi nuk do të përsëritet. Avokati i akredituar në gjykatën speciale Arjanit Koci vlerëson se përdorimi i termit Kosovë dhe Metohi nga prokuroria e gjykatës speciale është sulm direkt në sovranitetin e Kosovës dhe ngrit dilema për kredibilitetin e kësaj gjykate. Me avokatin Koci bisedoi gazetarja Valmire Hoti. Zotëri Koci, si komentoni përdorimin e termit Kosovë dhe Metohi nga zyra e prokurorit të specializuar? Terminologjia e Serbisë me u përdor nga një gjykatë kosovare, pra ju e dini që dhomat e specializuara, apo si e quajmë kolokvialisht gjykata speciale është gjykatë kosovare, ne e kemi votuar, dhe përdorimi i kësaj terminologjie serbe është sulm direkt në sovranitetin e Kosovës. Kjo është thjesht e papranueshme. Skandali është edhe më i madh se kjo gjykatë e konsideron veten shumë profesionale, dhe nëse është kjo gjykatë profesionale, atër kjo që ka bërë qëllimisht. Mbi gjitha, kjo qasje, pra me qujtë Kosovën Kosovë dhe Metohi, tash mu më ngri shumë dilema, sa është e pavarur dhe sa është e paanshme kjo gjykatë kur e përdor këtë term, dhe mbi gjitha kur ne e kemi informacionin se dhomat e specializuara dhe zyrja e prokurorit të specializuar kanë marrë në mënyrë masive dokumenta prej Serbisë për me i hetu dhe me i akuzu prisit tanë të luftës çlirimtare. Nga Haga është thënë që nuk është përdor më ky term, ka ndodhur një lëshim, por që nuk është përsëritur më, mbetet për t'i besuar apo jo? Sigurisht nëse është përdorur një herë. Unë besoj që nuk e përdorin më, por nëse pas kanë thënë që është lëshim, kjo është shumë shqetësuese për mu, se një strukturë e tillë me aq shumë njerëz të punësuar me bëjë një lëshim kështu kapital, atëherë ku mundem me i besu që edhe vendimet nuk i bëjnë me ta themi ashtu në thojza me lëshime. Pra për mua është kjo një lëshim shumë i madh, edhe po habitna që elita jonë
politike apo kasta jonë politike ende nuk ka reaguar për këtë çështje. Pikërisht, se këtu doja të dilja, ende s'kemi një reagim nga ana e institucioneve të Kosovës, a do duhej tashmë të kishte një reagim, një kundërshtim të fortë ndaj këtij termi të përdorur nga Prokuroria Speciale në këtë rast. Gjithsesi se duhet reaguar, une nuk jam i sigurt pse nuk kanë reaguar, a për shkak se këshilltarët i kanë dopt, apo merren me punë tjera, por kjo çështje nuk bën kështu me u lënë pa reagim. Po, ndërkohë, a mendoni se spaku do duhet të ishte edhe një mekanizëm kontrollues ndaj kësaj gjykate që do të mund të parandalonte edhe çështje të tilla? Deri tash, kjo gjykatë e kontrollon vetveten, pra askush nuk e kontrollon. Sa e di shtetet që e financojnë e kanë një lloj kontrolli financiar me pas si po shkojnë shpenzimet, por kjo nuk duhet tashmë na befasu se këto pyetje që tash po i ngrisim, është dashur me ngrit para se me e votu këtë gjykatë. Unë prej fillimit kam qenë kundër kësaj gjykate, në parim për shkak se gjykohen, hetohen krimet e veç njerëz palë, pra vetëm të shqiptarëve, unë kam thonë nëse veç duhet, atër ti hetojmë gjitha krimet, askush nuk është mos më hetu krimet, një, edhe dyta, në radhët e saja duhet këtë së paku ndonjë gjyqtar, ndonjë prokuror, ndonjë hetues dhe ndonjë përkthyes. Paramenoj një, sa kam informacion, thuaja që nuk ka as edhe përkthyes kosovar. Janë disa përkthyes shqiptar që janë Shqipërisë, por nuk janë të Kosovës, prandaj edhe shumë herë po kemi problem në gjykime ose në marrje në pyetje me terminologjinë kosovare, pra një zhargon kosovar që nuk po njihet sa duhet, nuk po e njohin përkthyes të Shqipërisë, edhe pse janë shumë të mirë, edhe me atë mosnjohje komplet po ndryshohet edhe konteksti i marrjes në pyetje edhe i deklarimit. Po, sa ka qenë sipas jush transparente kjo gjykatë deri më tani në gjykimin e ish krerëve të UÇK-s, këta rastet? Unë nuk më me deklaru për rastet konkrete, për rastet e mia, më me thonë që raportin që kam kriju me prokurorët dhe me gjyqtarët është shumë raport i mirë, pra unë vazhdimisht bëj reagime, vazhdimisht çdo kërkesë time në përmbushin, pra nuk kam vretje sa më përket mu, po për moshte e papranueshme vetë fakti që thotë Kosovë dhe Metohi. Dhe në fund duhet të shohim epilogin në bazë të provave, të shohim epilogun edhe ta shohim gjykimin në fund. Sidoqoftë sjelljet i kanë profesionale në raport me mu edhe korekte. Natyrisht, ka jo transparencë, sidomos në kuptimin kur jam publik, jo kur jam avokat. Për shkak se po ka shumë seanca të mbyllura. Po kur jam avokat në rast, atëra ato seanca të mbyllura jo më dhone vetë pjesëmarrës, kështu që aty nuk kam mbrejtje, po e përsëris çkado që kam kërku gjithmonë ma kam përmbush kërkesën, ma kam plotsu kërkesën time. Faleminderit shumë për kohën, nderuar. Faleminderit e juve. Edhe Instituti Kosovës për drejtësi ka reaguar ndaj përdorimit të termit Kosovë dhe Metohi nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag. Hulumtuesi i këtij instituti Astrid Kolaj tha se përdorimi i këtij termin nga ZPS-ja bie ndesh me kushtetutën e vendit, si dhe cënon sovranitetin e Kosovës. Sipas tij, për këtë çështje duhet ketë edhe reagim institucional, duke shtuar se zyra e prokurorit të specializuar dhe gjykata speciale në tërësi duhet të jenë shumë të kujdesshëm rreth termave të tillë. Zotri Kolaj, si shihni përdorimin e termit në dokumentet të gjykatës speciale, prokurorisë speciale Kosova dhe Metohia, në fakt çka tregon kjo çështje një gjë e tillë? Realisht ju dini se gjykata speciale është themeluar nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe vepron me ligjet e Kosovës. Andaj tani me që është zbuluar një term i tillë që është përdorur në një takim të një personi që është intervistuar, apo çka nga gjykata, nga zyra e prokurorit të specializuar për ne si Instituti i Kosovës për drejtësi, është i papranueshëm dhe ky bie edhe ndesh edhe me ky term bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe edhe pse ka qenë një term i përdorur vite më parë dhe janë sqaruar, ne mendojmë që zyra e prokurorit specializuar dhe gjykata në përgjithësi duhet të jetë shumë e kujdesshëm dhe të respektojë ligjet e Kosovës, të respektojë kushtetutën e Kosovës dhe
në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, mos të përdor terma ose mos të terma që bin ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po pa gjithsesi se një term i tillë nënkupton që përdoret nga një vend i cili që është Serbia dhe që nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur, që nënkupton që cënohet edhe suvereniteti me këtë rast. Besojmë që institucionet e Kosovës duhet të reagojnë dhe të ketë një reagim përveç reagimit që kemi ne si shoqëri civile dhe mediat e tjera dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë reagim ndaj këtij veprimi që është bërë nga një institucion i cili është themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, siç është këtë rast gjykata në Hagë dhe zyra prokurorit të specializuar. Në këtë rast dhomat e specializuar dhe prokurorit specializuar. Në raport për Kosovën, eurodeputetët kanë bërë thirrje për heqjen e menjëhershme të masave të BE-s kundër Kosovës. Aty theksohet se masat nuk janë të justifikueshme pasi Kosova i ka përmbushur kërkesat e BE-s. Deputetja britanike Alicia Kearns e ka cilësuar një zhvillim të vonuar, por të domosdoshëm. Shpresoj që këto thirrje të merren parasysh, ka deklaruar Kearns. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, mbi 78.000 qytetar jashtë sistemit arsimor dhe jashtë tregut të punës. Kjo shifër, sipas ekspertëve, është një shifër që flet shumë për mungesën e mundësive brenda kufive të Kosovës, për një arsim që nuk lidhet me tregun dhe për një shoqëri që ende nuk i jep rinis hapësirën që meriton. Në një kohë ku shpresa për një të ardhme më të mirë duhet të mbështetet mbi shpatullat e të rinjëve. Një shifër alarmante po bie në sy nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas këtij institucioni, për 3 mujorin e 2 të vitit 2024, më shumë se 78.000 të rinj janë jashtë sistemit arsimor dhe jashtë tregut të punës. Rreth 2/3 e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune. Persona aktiv ishin 461.675. Persona jo aktiv ishin 613.029. Persona të punësuar ishin 412.482. Persona të papunësuar ishin 49.194. Ky fakt sipas sociologëve nuk është thjesht një numër, por një pasqyrë shoqërisone e cila përballet me një krizë të thellë mundësish për rinin. Për të shqetësuar është fakti se këta individ nuk mund të organizojnë jetën e tyre si duhet, në mënyrë që të kenë shase apo akses në tregun e punës, pastaj ta financojnë veten e tyre dhe janë të varur çdo herë nga dikush tjetër. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tërheq vërejtjen për pasoja më të thella. Sipas tij, ky është një tregues i qartë i disfunksionit të lidhjes midis arsimit dhe tregut të punës. Ai gjithashtu paralajmëron se nëse institucionet tona nuk veprojnë urgjentisht për të adresuar këtë situatë, mund të jemi në rrezik që të humbim një brez të tërë. Ikja në heshtje është shumë e rrezikshme se sa egzodi. Numrit papunëve në Kosovë shumë e madh se që proklamohet. E vërtet është që trit nuk regjistrohen në përqendrat e punësimit, se është një humbje e kohë dhe e vërtet është që sot në institucione mund të jeni të punësuar vetëm nëse keni lidhje politiko-partijake dhe përkatësi politike e jo vlerë, jo profesionalizëm dhe në këtë drejtim e tëra kjo po ndikon që të ri ta humbi shpresën për një perspektivë më të mirë. Janë të pa interesuar për shkollë, janë të pa interesuar për punë dhe tëra kjo vetëm e rënon barën sociale në Kosovë. Ndërkohë, situata është më shqetësuese për gratë ku shkalla e jo aktivitetit tek ato shënon një nivel dramatik rreth 75%, krahasuar me 39.1% tek meshkujt. Fondi për kursime pensionale të Kosovës deri më 4 prill të këtij viti ka pasur në menaxhim 3 miliard e 34 milion euro, derisa në fund të dhjetorit të vitit 2024, ky fond ka qenë në vlerë prej 3 miliard e 181 milion euro. Fitimet e trustit nga investimet në tregjet ndërkombëtare shihet se ka një luhatje me një diferencë minus 147 milion euro.
Zyrtar të Trustit kanë thënë se nesër do të dalin me një raport sqarues lidhur me fondin e Trustit, po ashtu dje dhe sot është raportuar në media se ka pasur rënje të mjeteve të Trustit të investuara në tregjet ndërkombëtare. Mësohet se kriza globale ka ndikuar negativisht në investimet e mjeteve të Trustit. Në anën tjetër, kryesuesi i bordit të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, Emanuel Bajra, ka thënë se nuk ka nevojë për shqetësim, duke sqaruar se këto janë rënje momentale të tregut që dikur e marrin edhe ta të pjetën. Kontributet nuk preken, për shkak se kontributet që jepen domethënë në trust investohen. Vlera e investimeve, nëse shohim për shembull atë farlakoren e ngritjes së investimeve që nga viti 2002 kur është themelu fondi pensional, na gati 1 miliard kemi arrit kthimin sot për sot. Domethënë aty ku ka luhatje, vjen momenti kur ka, për shembull ku ka rënje, vjen momenti ku ka ringritje. Sepse zakonisht diskursi ka qenë në Kosovë në veçantë ka qenë humbi, trusti humbi. Nuk janë këto humbje, këto janë rënje momentale të tregut që dikur e marrin edhe ta tjetën. Pra, në fundit më mirë është të investosh në tregje se sa të mbash parat në bank, ta zëjmë. Për shkak se nëse është ajo teoria compounding theory, teoria e akumulimit të vlerës së paras, një 100 sot nuk e ka vlerën e njëjtë sikur që do ta ketë në vitin 2035 ose 2040. Nuk ka vend për shqetësim. Ngritje, rënjet janë pjesë normale e tregjeve, kështu që na jemi të diversifikuar, kështu që nuk ka vend për shqetësim. Ndryshe mendon njohësi për çështje të ekonomisë Adem Çorolli, ai thekson se të vetmët investime jashtë vendit janë parat e Trustit dhe sipas tij ky devalvim i tregut apo kjo rrezikshmëri e tregut do ta kapë pjesën e përfitimeve të Trustit. Tarifat e nënshtruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë dhënë frutet e veta dhe sigurisht shtetet me konkurrencën më të madhe do të kenë edhe pasojat më të mëdha dhe shtetet me industri më të fortë sigurisht do të kenë edhe pasoja industriale, kurse vendet e varfra apo vendet që nuk kanë industri të zhvilluar sigurisht do t'i ndjekin kostot e veta dhe këtë e reflekton edhe Kosova ku dë vetmet investime jashtë vendit janë parat e Trustit dhe sigurisht ky devalvim i tregut apo kjo rrezikshmëri e tregut do ta kapë edhe pjesën e tregut apo pjesën e përfitimit të Trustit, që realisht është një rrezikshmëri e madhe që të ketë një humbje edhe të madhe. Bëhet e ditur se numri i llogarive aktive në vitin 2024 ishte mbi 400.000. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, duke folur për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, tha se përveç dëmeve financiare, masat kanë kontribuar edhe në krijimin e imazhit negativ për Kosovën si vendi vetëm në Evropë nën sanksione evropiane. Rafuna ka treguar faktin se kjo nuk është hera parë kur në Parlamentin Evropian kërkohet një gjë e tillë. Me Rafunën bisedoi kolegu Shkëlzen Lakna. Zotri Rafuna, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Kosovën, ku ndër të tjera kërkohet heqja e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. A presni që këto masa të hiqen? Po kërkesa jone ka mundshme është që këto masa të padrejta të heken ndaj Republikës Kosovës, masa ndëshkuese ta quajmë kështu ose që shpëqunë edhe sanksione. Ne jemi duke vujtur shkaku i këtyre masave. Tani është të mirë së ardhën kërkesa e Parlamentit Evropian, por nuk është hera parë dhe më herët Parlamenti Evropian ka bërë thirrje Komisionit Evropian që këto masa të shurtohen dhe të heken ndaj Kosovës. Mirë po deri më sot nuk kemi pas në lëvizje, ne kemi pa që gjatë ndërmjetësimit të zotit Ajçak kanë qenë si them, është kërkuar që të bëhet një progres në veri, në dialog për mu hiq këto masa, po të shpresojmë që tani të largohen definitivisht këto masa që janë të padrejta. Tashmë kur po bëhen gati 2 vjet që u vendosën këto masa ndëshkuese, sa u shkaktua dëm për vendin dhe sa e vështirë do të jetë të riparohen këto dëme? Po, dëmi, ashtu sa kemi pas mundësi me pa në projekte të ndryshme, shkon mbi 300 milion që kanë qenë projekte investive, po për më shumë se aspekti material është edhe aspekti i imazhit. Kosova është i vetmi vend i cili ka qenë në masa ndëshkuese nga Komisioni Evropian, dhe unë gjithmonë e kom shpreh që kjo nuk është një mesazh i mirë për investitorët e huaj për me ardhmë investu në Kosovë, dhe mos investitorët evropian.
se dihet që në momentin e parë që ata vendosin me armë me investu në Kosovë, ata e bëjnë një konsultim me qeverinë e tyne, dhe ata ja dëshmojnë që Kosova është në mos sankcionuese. Plus shto këto që kemi me të mbrapa në shumë projekte, që s'kemi mujt me implementu, që në pëzullu si rezultat i këtyre masa, po edhe mos fitimin nga grantet e ndryshme që jep Komisioni Evropian e kishëm rastin e grantit digitalizimit, ku gjitha shtetet për rreth Kosovës morën pjesën e tyre, ndërsa Kosova nuk mori asnjë pjesë për shkak që është në masa ndëshkuese. A ka pas ndonjë investitor që po besoj ju keni kontakte me ta dhe ju kanë thënë që pikërisht për këtë çështje nuk mund të vijnë në Kosovë? Jo, nuk ka pas investitor që pikërisht për këtë çështje, ka pas shumë çështje tjera për çka kanë hezituar me anë Kosovës, sidomos pjesa e tensioneve, ku halashta e percepcionit që në Kosovë ose imazhit ta quajmë më shumë që Kosova ende është një vend që mund plas lufta, deklaratat e udhëheqësve të institucioneve tona të pamatura që po sulmohemi e kështu me radhë. Të në shto këtu edhe që jemi një treg pak i vogël dhe tensionit mes Kosovës dhe Serbisë gjithmonë ndikojnë se çdo investitor i madh që vjen me investu në Kosovë, me prodhu në Kosovë, ai e ka në plan që me eksportu edhe në vendet përreth neve në rajon pa asnjë pengesë. Kurse ne ko pas kohë kemi pengesa, për shembull kena shumë pengesa për me eksportu mallin në Serbi, pengesa ta quajmë shumë politike. Kemi barjera administrative dhe jo administrative, edhe me Maqedoninë e Veriut, kena barjera edhe me Shqipërinë, dhe këtu çdo me kanë roli i qeverisë me luftu që mos me pas mallrat e Kosovës barjera. Këtu do të na të luftojmë, se vetmi vend që më shumë i duhet dhe i kish hyrë në punë dhe kish përfituar nga integrimi është Kosova. Kosova, po them me plot përgjegjësi, edhe po them për parë me mediumin e juaj. Kosova zhvillimin ekonomik të vetin do ta shën momentin që do të mbyll çështjet e hapura me Serbinë dhe në momentin që integrohet plotësisht dhe nuk i lejon vendet e rajonit që produktet Kosovës mi vendos ndonjë barrierë. Mirë. Zotri Rafuna është një shqetësim tjetër i cili po shkakton edhe pakënaqësi ndërqytetare, por edhe po pritet që ta vështirësoj edhe më shumë jetën e qytetarëve, siç është shtrejtimi i energjisë elektrike. Si është shehudha ekonomike këtë situatë? Po janë dy shtrajtime ose dy, si më thonë, vendime. Një ka të bëjë me qytetarë që kanë u shtrajtu për 15% për ekonominë familjare, dhe vendimi i dytë ka të bëjë me bizneset që kanë mbi 50 punëtorë ose mbi 10 milion euro qarkullim që prej një qershori me dalë në tregun e hapur. Dhe unë e kom thënë me sinqeritet dhe mënyrë shumë profesionale që qytetarët e Republikës Kosovës kanë mu taksu 2 herë. Kanë mu përballë me 2 rritje. Rritja e parë si ekonomi familjare dhe rritja e dytë nëpërmjet produkteve të Kosovës. Çmimi i energjisë elektrike ka ndikim të drejtë për drejtë në koston operative të biznesit. Dhe me një herë bën jo konkurrent produktin vendor dhe produkteve të importuara. Për arsye se me automatizëm moment që rritet ose blehet në tregun e lirë çmimi i energjisë elektrike që sot është 50 deri 100% më shumë se që ka qenë çmimi i rregullum, atë produkti jon do të jetë më të shtrejt, më i rritur se sa që e kishëm deri më sot me çmimin e rregull. Dhe kush e pson? Fund konsumatori, se konsumatori ka me ble produktin. Mirë po, friga është që ne kemi 197 kompani prodhuese që prekën drejt për drejt me një qershor. Dhe friga është që do të bie kërkesa për produkt Kosovës si brenda vendit, po ashtu dhe jashtë vendit dhe do të kurret prodhimi. Edhe ashtu ne prodhimin e kemi shumë të vogël. Ende se kemi kap 1 miliard në eksport, ndërsa eksportojmë mbi 6 miliard. Në bilancin tregtar 17% prafërsisht e mbulojmë na si shtet. Kështu që jemi shumë shqetësuar. Kemi kërku që mu shty kjo afat edhe një vit, se nuk është momenti i duhur, për kondër që ju kemi drejtu zyrës kryeministrit, Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Financave, kemi konsultu dhe ju kemi drejtu dhe avokatit popullit që në emën të interesit publik, se çështja e çmimit të energjisë elektrike është interes publik, që i drejtohet gjykatës kushtetuese në mënyrë që ta sjellë një vendim që ta pezullojë minimumi një vit derisa të krijohen kushtet ose institucionet, këtë rast qeveria, që qëndrojnë brapa si që qëndrojnë shumë qeveri të huja biznese kur i kanë qitë në tregun e hapur. Ju po më thani që cili do vendim që mirët, më shumë të do të apësoj qytetari i vendit? Qytetari i vendit do të ketë standardin jetësor shumë atul se që ka sot. Kur thëmë shumë atul, pikërisht për shkak të çmimit të energjisë elektrike, i cili ndikon drejt për drejt në xhepin e tina. Si në fakturë të rrymës të ekonomisë familjare, po ashtu në fakturën që i blenë produktet për konsum përditshëm. Është paralajmëruar një protestë në kundërshtim jo për liberalizimin e tregut energjetik, po të paktën për rritjen prej 15%. A prisni se do ndikojë në vendimin e zërejës, pasi që të paktën në deklarate deri më tash ata kanë marrë si punë të kryer. Shiko, zëreja po perceptohet sikur se është diçka që na ka pikë pe qielli, do është i palëvizshëm, sikur është një guri që s'mund të mu lëviz. Zëreja është ka dalë pe organeve të zgjedhura nga populli.
Dhe zyreja është një institucion publik, a është vetëm një regulator. Mirë po qeveria duhet me konë shumë ma aktive, shumë ma proaktive me mbrojt qytetarët, se qytetarët e ka zgjedhur për me mbrojt interesat e tyne. Dhe sikurse që ka vepru para 2 vjetë, ka thonë ne subvencionojmë një pjesë të energjisë elektrike, tani duhet angazhohet edhe për interes të qytetarëve, po edhe për interes biznese. A na duhet neve shteti pa një ekonomi zhvillume? Kush për mush buxhetin e shtetit? 330 milion punësuar në sektorin privat, 83 milion në sektorin publik. Po dhe këta që në sektorin publik, rrogën kryeministri e me rrogën për biznesit, nëpërmjet buxhetit, nëpërmjet taksave që i pagujnë buxhet shtetit. Po dhe për qytetarëve që i pagujnë taksat buxhet shtetit, edhe ato kryeministri, duhet më mbrojt, je i zgjedhur, është post publik, je shërbim popullit. Paralajmërimi i ZRE-s për ngritje të çmimit të energjisë elektrike prej 15% ka shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët dhe bizneset. Qytetarët e shohin të papranueshme rritjen e çmimit të energjisë, disa prej tyre mendojnë se ka të bëjë me mungesën e strategjisë adekuate për zhvillim energjetik, ndërsa për të tjerë kjo duket e pashmangshme për shkak të zhvillimeve globale. Lutfi Murtezi, qytetar, thot se rritja e çmimit të energjisë vjen si pasojë e vendimeve jo adekuate në të kaluarën. Ai kritikon shoqërinë civile dhe faktorët ndërkombëtar për pengimin e ndërtimit të termocentraleve, që do të kishin siguruar energji më të lirë për vendin. Po në rregull në këtë kohë krize, po ç'ti bësh? Ne edhe informatat si kemi si duhet, edhe kemi bë gabime para 20 vjetë, do është me ndërtu elektronat tona, me pas energjinë të lirë. Po gjitha edhe shoqëria civile është e para cila ka kundërshtu edhe ka kundërshtu shumë pa drejtë. Blejmë generatorë dhe blejmë energji për atyne me çmimet pavolitshme për konsumatorët tonë. Do me thonë, s'kemi pas politikë të mençur. Edhe Hasan Berisha konsideron se rritja e çmimit të energjisë elektrike nuk është e arsyeshme dhe propozon që çdo ndryshim të vlerësohet nga institucionet me kujdes. Po nuk është mirë me rrit, është mirë organet kompetente, financiare, ata që merren me makrofinanca, me analizat standardit popullsisë, me vlerësu atë, nëse ka bashkë nevojë, atëherë edhe nëse bëhet një rritje, mos më bëhet rritje e madhe për një herë. Por ndryshe, në kushtet e tanishme është e paqëllueshme me ngrit, që ata po thojnë 15%, edhe po bojnë manipulime njëherë prej 1 prillit, tash prej 15 ose prej 1 majt, nuk është mirë me rrit absolutikisht hiç. Aq më tepër kur kur industria e prodhimit të rrymës këtu ka deklaruar që brenda vitit nuk do të rritin çmimet e rrymës, atëherë mbetet më pyet pse atëherë agjencioni kompetent pse po propozon me rrit. Izet Zhura e shes si normale rritjen e çmimit të energjisë, duke theksuar se kjo është një dukuri globale. Sipas tij, kërkesat për energji janë rritur pas luftës për shkak të ndërtimit të shumë objekteve që konsumojnë më shumë rrymë. Më duket që është normale këtë kohë shtrajtimi, sepse është shtrajtu energjia në këtë botën, jo veç të na. Kosova dikur i ka mbulu vetë, kur ka qenë ma vogël ma që banesa ma pak, shtëpia ma pak i ka mbulu kërkesat e veta. Tash përshenju mas luftës janë bo shumë ndërtesa. Edhe ndërtesat tash nuk përshkojnë me energji tjetër, po përshkojnë me energji elektrike. Kujtojmë se më 11 prill pritet të miratohen tarifat e reja të energjisë elektrike nga ZRE-ja, pasi Kosti, Ketsi dhe Kesko kërkuan një gjë të tillë për shkak të importit të energjisë elektrike. Nisma qytetare asnjë cent më shumë do të mbajë të premton protestën e radhës për të kundërshtuar shtrenjtimin e energjisë elektrike. Zyra e Regulatorit për Energji Elektrike në Kosovë bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të rrymës që shpallën çdo 1 prill dhe vlen deri më 31 mars. Për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë në muaj, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilowatt, ndërsa mbi 800 kW. Pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim 14.45 cent. Shikues të nderuar, informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.